Zonja Shkodra, duhet pyes edhe lidhur, ka qenë realisht gjatë një transmetimi special ka vrandur edhe Arben Ahmeti një informacion interesant që në plan të ndërkombëtarëve realisht ka qenë e paraparë që të ketë një koalicion mes PDK-s dhe vetëvendosis dhe pastaj Hamza të jetë kryeministër e Kurti të jetë president. Por siç duket këtu ishte ajo mosdakordanca e Kurtit që të marrë presidentin dhe të hezitoj pastaj vazhdoj tutje. E kam thënë, do të thotë, e kam diskutuar në diskutime kështu të ndryshme që mbahen në për studio televizive dhe kam thënë që unë e kam parë të pamundur që zotri Kurti do të pranonte të pensionohej, sepse pozita e presidentit një farë mënyre është pensionim për atë periudhën 5 vjeçare, sepse nuk ke të drejtë më të merresh me politikën, po e luan një rol i cili nuk është është i rëndësishëm, nuk po dua ta minimizoj. Mirë, po zotri Kurti me këtë bagazh që ka do të thotë në politikë, këtë investim të vetin që e ka bërë, të shkoj të mbyllet në një prezident me vetëm vizita jashtë, nuk e kam besuar asnjëherë që do ta pranonte. Dhe po besoj që kjo ndoshta edhe është problemi i tij, se është edhe për të, por në anën tjetër shpesh kam menduar që edhe në zgjedhje kam thënë që ndoshta zotri Kurti është ajo thënia që thonë be careful what you wish. Ki kujdes se çka po dëshiron. Më duket që edhe ky e ka dëshiruar, por duke e parë se sepse rrethana gjeopolitike prej ardhjes së zotit Trump do të thotë në prezident ndryshuan shumë, do të thotë po shohim konflikti Ukrainë-Rusi nuk po mund të përmbyllet, Gaza me do të thotë Izraeli atje në Gaza vazhdojnë sulmet, kemi disa tjera që do të thotë gjithçka ka ndryshuar shumë shpejt. Kështu që edhe zoti Kurti duke i parë të gjitha këto, posaçërisht nëse ju kujtohet ajo takimi Zelenski-Trump, ku i tha zoti Trump ti nuk i ke kartat në dorë. Dhe ajo ishte edhe një mesazh për ne që jemi shumë të vegjël, do të thotë si Kosovë, kështu që unë mendoj që zotri Kurti ndoshta edhe nuk e dëshiron as pak të jetë në qeveri, mirë po do ta bëj këtë zvarritje deri në një moment që ndoshta kryen edhe zgjedhjet lokale dhe ndoshta pastaj vendoset të shkohet në zgjedhje. Dhe në çdo mënyrë vetëvendosja po mundohet ta paraqet veten si viktim, se ja këta po na bllokojnë, ja LDK-ja nuk përgjigjet, ja këta nuk na votojnë. Të gjitha këto po mundohet që në mënyrë që ato pastaj t'i kthehen në vota dhe mendojnë që ndoshta arrin të bëjnë 60%. Po unë po e them publikisht këtu. Qytetari i Kosovës me nëntë shkurt ka folur shumë mirë. Ka thënë kërkon bashkëpunim të vetëvendosis dhe të gjithë të tjerëve. Madje vetëvendosin edhe e ka penalizuar, ka një ramje prej 10%. Dhe unë po besoj që kjo çka po ndodh tani, kjo do t'i përkthehet edhe një faturë edhe më të madhe vetëvendosis dhe do të ketë ramje edhe më të madhe. Po, zotëri